Çfarë patësoj? Unë isha brenda në shtëpi. Në shpish të rizgat me. Rani u dëgjoj një zhurmë e madhe, si kur përciti një diçka. Dhe mu thash, i thash, mami si isha vitë me mami, do dalë që ta shikoj qatë po bëhet. Thash, mos rando njeri nga shkallët dhe që ta mbimoja. Dhe sa dalë këtu, kur ajo gruaja kafit të trejtës, se mund të ati të dera e sa ishte bërë. Ajo, thërejta, mami, të lutem lajmëroni policinë në ambulancë. Në gjitën unë me vratë të shikoj një njeri të shtrirë poshtë në tokë, barkas, dhe më thasë mos ishte fëmija i saj. Edhe i dhe, qa po bëhet me të kujti unë, me të lajmërua njerë, pastaj riran policisë, pastaj lajmërova ambulancën. Nuk e mbritim do të vitëm fare. Zbrita dhe poshtë ku në fishë me pata ambulancës, ku e kemi vendin, pash djalin ati një rivë, 2 metro djalin të shtrirë poshtë të gjërë, po i rritë, pastaj gjatë nga koka, edhe nuk e di. Pastaj jemi policia, edhe në ta dhe nuk ka. U shkëmbeve me dikën nga shkallë? Jo, zemër fare, sa po dola unë gjitha diri klasë, unë thesh, unë pile sasaj po i thesha që mbaj ati, se thash mos ishte ndo njeri, ishte për plasu ndo një gjatë, dhe mos qitesh e lartë. Mbaj, më thesh sa të marim policinë. Kur vete ati e shikoj, ishte lemerin, nuk. Joani ishte djali i qetë, apo kishte konflikte? Nuk e njohin fare. S'është i pallati? Nuk është i pallati tonë. Nuk është i pallati tonë, nuk e një fare. Nuk e di as se ku banon, as se ku, nuk e di thjesht. E pash atje unë biles desha të azinja me dorë, se tash qa po bëhet këtu e dhe jo lere dhe le di policia afer. Kur pas të e panë që po i rritë dhe gjanë nga koka. Shumë e tronditur. Tmer, nuk e di, unë nuk e di isha dhe me një këti kohë që dola dhe jashtë që mori ambulanca se nuk e dini në vendin të aman. Një tronditi madhe, është tmer i zotit. Ne këtu në loznin fëmijët. Por ditën që të ja do ishte një njeri në shkallë, nuk e kuptoj që po bëhet. Nuk e di. Policia dhe ambulanca, erdhën shpejt? Erdi, policia erdi në fillim fare, bile skalohi andeja dhe dola që e mora që unë gjithën këtu, pas e erdhën 3 të tjerë, pas e në vonë erdi ambulanca, se baret si lajmërua me ne, se ne pësuem shok. Djali kishte mbaruar që në? Unë nuk, do me thënë, në momentin që bajta unë, po e rifte i gjallë koka. Edhe nuk e arroja të skenë. Nuk e di, nuk e preka me dorë. Nuk e di.